Pra bëhet fjalë për bizneset cilat funksionojnë me NIPT dhe me xhiro më shumë se sa 140 milion lek, pra përndryshe nëse këta i shesin tek Baxho apo le të themi në dyqane apo në tregje të cilat nuk janë të pajisura, nuk futen tek pjesa e biznesit të madh dhe nuk arrin dot të lëshojnë autofaturën, automatikisht ata janë të përjashtuar. Pra, në një farë mënyre, buqit dhe blegtorët do duhet të jenë të detyruar që produktet e tyre të shesin vetëm në disa pika të caktuara, në disa biznese të mëdha me qëllim që të përfitojnë autofaturat. Por edhe këtu, edhe kur ata i çojnë produktet e tyre në këto pika të mëdha që nuk i gjenden në të gjitha zonat ku ata operojnë, pra duhet të përshkojnë distanca të largëta, sërish ka nga ato biznese të cilat nuk i lëshojnë autofaturat me qëllim që këta të fundit të përfitojnë rimbursimin. Pra duket sikur për momentin vazhdojnë që të ketë një lloj agonie mes fermerëve të cilët shesin produktet e tyre dhe përpiqet që të marrin kompensimin e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe atyre grumbulluesve të ndëjnë cilët për momentin ende nuk arrin dot që t'i lëshojnë të gjitha faturat tatimore. Dhe e fundit, Mario, nëse ke mundur të marrësh një opinion për këtë skem të re kombëtare, pra për blegtorinë dhe bujqësinë të 2026-s, nga vetë bujqit dhe blegtorët, cili është mendimi i tyre, si shprehen ata? Po, duke ju referuar turit të takimeve që Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla zhvilloi përpara se sa dilej në përfundimin se si do duhet ishte skema kombëtare në bujqësi dhe blegtorinë, në fakt në të gjitha takimet ishte diskutuar dhe rënë dakord që nafta falas do të ishte një prej masave mbështetëse, një prej 8 masave mbështetëse. Po ashtu edhe nga protesta që u zhvillua më pas le të themi njoftimit nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural se si do të ishte skema e bujqësisë për këtë vit, nga protesta sigurisht buqit dhe fermerët shprehen pak kënaqësinë e tyre sepse nafta u hoq, madje ata kërkuan paktën që të kishte naftë pa taksat, po edhe kjo e fundit nuk u miratua nga Ministria e Bujqësisë. Pra sigurisht ka qenë duke u bazuar edhe numri i aplikimeve, vetëm që atë vitit të shkuar ne kemi pasur gati 47.000 përfitues nga skema e naftës falas, pra duke përllogaritur këtu kemi të bëjmë me gati gjysmën e fermerëve të cilët kanë përfituar nga kjo masë, kështu që mund të themi që të gjitha këto sinjale na tregojnë që fermerët jo vetëm që e duan, por në fakt ka qenë masa kryesore mbështetëse mbi të cilën ata kanë paraqitur aplikimet e tyre dhe heqja e saj në një farë mënyre përkthehet për këta të fundit në më shumë kosto për prodhimet bujqësore dhe do të ketë sigurisht edhe nga ata të cilët ndoshta do të heqin dorë edhe nga kultivimi i kulturave të ndryshme bujqësore. Duke bërë një paralele qoftë edhe me vendet fqinj si Maqedonia e Veriut, Greqia dhe Italia, si jemi me këtë skemi? Jemi përafruar apo jemi ende larg? Ne jemi ende larg për faktin që ne kemi vetëm për momentin një skem kombëtare në bujqësi dhe blegtori, kishim një skem të investimeve në bujqësi e cila gjithashtu do të transformohet. Në këtë rast kemi të rinj cilët investojnë në zonat rurale, të cilat do të mbështeten, por krahasuar me vendet e tjera të rajonit, me Serbinë, Maqedoninë e Veriut, të cilat përveç se sa skemave kombëtare që janë ndjeshëm më shumë mbështetëse se sa ajo shqiptare, kanë edhe fondet i PARD të Bashkimit Evropian, fondet e parantarësimit me qëllim përgatitjen e zhvillimit bujqësor dhe rural të vendeve të tyre për të përafruar sa më shumë ato të vendeve të Bashkimit Evropian. Kështu që buqit e fermerët shqiptar janë ndjeshëm më pak të përkrahur krahasuar me të ngjashmit të tyre në rajon dhe edhe më shumë le të themi është i thellë hendeku nëse në krahasim merren buqit dhe fermerët e vendeve evropiane. Masat mbështetëse që ata marrin janë ndjeshëm në vlerë më të lartë monetare, por ajo që e karakterizon dhe dallon nga Shqipëria është fakti që masat mbështetëse shkojnë direkt tek fermeri dhe nuk shkojnë tek grumbulluesi apo përpunuesi. Pra kemi një skemë e cila ka për synim mbështetjen e prodhuesit, ai i cili në fakt krijon edhe atë gjithë zinxhirin e vlerës, sepse pa prodhim sigurisht që asgjë tjetër nuk mund të marrë vlerën që i takon në rast se ne nuk kemi prodhime bujqësore dhe blegtorale. Qartë, dhe edhe për ta mbyllur duke parë alarmin se toka nuk po punohet në Shqipëri apo nuk po ka më blegtor, kjo skemë që ju thoni që ka për qëllim mbështetjen, do ta rikthej prap, do ta rikthej bujkun apo blegtorin në Shqipëri?
Andi, duke marrë parasysh në fakt në 3 vitet heqjes së skemës i parë, të ndihmës i parë të Bashkimit Evropian, ne kemi parë bujqësinë që tjetë në recesion. Pra, duke u bazuar të dënat nga Instituti i Statistikave, sektori bujqësor po prodhon më pak se sa çka prodhuar në vitet paraardhëse, pra po gjeneron më pak fitime. Kështu që tashmë edhe me skemën e cila në një farë mënyrë ju heq një gur themeli që bujqit kishin krijuar ajo e naftës, pala sigurisht që tokat djerë ndoshta edhe mund të shtohen. Ne kemi parë që nga viti në vit të dhënat nga Instituti i Statistikave na kanë treguar që hapësira e kultivuar, por edhe ajo le themi ana tjetër që është blegtoria, numri i gjedhëve, numri i të imtave ka qenë në të kurrje nga viti në vit si pasojë e braktisjes së fshatit, si pasojë e largimit të të rinjve, por nga ana tjetër edhe si pasojë e mungesës së masave mbështetëse, sepse ne sot flasim për masa mbështetëse, por ndërkohë që infrastruktura në zonat rurale është e pamjaftueshme, është e pamundur për të lejuar që ti të shkosh në tokën tënde për ta kultivuar atë, për ta korrur dhe më pas le të themi për ta shitur prodhimin.